Përshëndetje për gjithë dëgjuesit dhe shoqëruesit e RTK Radios programit të dytë, sikurse çdo ditë dhe sot ne vazhdojmë ciklin e emisioneve për problemet e shëndetit mendor dhe sot sërish me neve në studio kemi psikologun klinik dhe psikoterapistin Arber Zeka. Arber, përshëndetje dhe mirë se erdhe sërish me neve. Përshëndetje Laura, mirë se të gjeta. Uroj që ke filluar ditën bare mirë sot. Po dita keme rrezë dillit, edhe kofja e mëngjesit, pastaj diskutimi që banon bashkë te kofja. Po. Edhe me disa kolegë tjerë, s'pja përmend emrin se pastaj mundën me thonë që po bëjmë reklam. Ke kënaqësi me nis ditën bashkë. Ndikon pozitivisht, sidomos ndoshta edhe tek puna e stresit, sepse stresi përmendet shumë në vendin tonë. Edhe më duket që ndonjëherë dhe ngatrojmë se çka është konkretisht stresi, ndoshta edhe nuk ja kemi idenë. Dhe pasi që sot si temë do të flasim për çrregullimet e stresit posttraumatik, fillimisht kuptojmë çfarë thot psikologjia, çfarë është stresi. Tash në këtë rast po flasim për traumën, sepse çrregullimi i stresit posttraumatik I referohemi si traumë. Po kësaj pjesës ku flasim për stresin, gjithëherë varet çfarë koncepti kena na për çato fjalë që I përdorim. Sepse në realitet njerëzit kur thojmë jam stres, jam depresion, jam në angth, do të me ditë çka po mendojnë me këtë pjesë. Kështu që në realitet kur flasim për stresin posttraumatik, bjen që është një farrugë e një stresit të pamenaxhueshëm që jemi ekspozu si rezultatin I ngjarje, dhe kjo ngjarje ka bën pastaj që na me pas elemente të ankthit, na me pas elemente depresionit ose dëshpërimit. Kështu që stresi posttraumatik është gjendje psikologjike jonja, që vjen si rezultati një stresi ose një ballafaqimi të një traume të madhe, një ngjarje të madhe. Dhe kjo e bën pastaj që njerëzit mos mund ndjej mirë, mos mund ndjej mirë në trupin e vet, mos mund ndjej mirë në mendjen e tyne, mos mund ndjej mirë në emocionet e tyne, edhe me pas ndjenën sikurse po vazhdojnë me përjetu ngjarjen e rëndë cila ka ndodhur. Për shembull ngjarjet e rënda mundën me kanë edhe ndeshjet, aksidentet e trafikut. Pastaj kjo si situatë ose ky stres I ballafaqimit në çat situatë reale cila ka ndodhur, e bën që ti me përjetu njëjtë sikurse po ndodh sërish çaja. Mi u shmang çati venit që ka ndodhur aksidenti, mi u shmang ngjarjes, bisedës në lidhje me këto. Kështu që është problematika pothuajse më e madhe ose është një prej problemeve shumë serioze që ballafaqohen populli jon. Na jemi njerëz ose popull që kemi dalë prej luftës, edhe lufta është një traumë e madhe. Kështu që nashta më e thjeshtë është më thonë që po stresi posttraumatik është ajo trauma e madhe, cilën na e kena përjetuar disa ngjarje të rënda në jetën tonë. Nuk mundu me thonë që na tash nuk mundu me përjetu ngjarje asnjëherë. Sepse psikologjikisht stresi posttraumatik nuk është pavarësisht problemeve dhe se është diçka që nashta rrallë trajtohet, rrallë komunikohet për stresin posttraumatik, veç mas për çrregullimin e stresit posttraumatik, nuk është halli shumë I madh, sepse kur kena ngjarje të mëdha në jetën tonë, sikur aksidenti, humbja e njerëzve të dashur në një mënyrë tragjike, ose lufta, ose ngjarje të cilat I përjetojnë janë dhëmshme, ku kena me investu një gjendje tona psikologjike, do më kanë mu dëmtu tepër prej asaj ngjarje, nuk janë qash në hall, sepse na në një farë mënyrë jena të vetëdijshëm kur kemi traumat mëdha. Shumë ka ndodhur ngjarje e madhe, na jemi të vetëdijshëm për ngjarjen. Halli më I madh psikologjik është për traumat e vogla, mikrotraumat, sepse makrotraumat na vetëdijsohemi dhe dim që ka ndodhur ngjarje, e dim çka po ndodh pastaj edhe me trupin tonë, çato ndjenjat, emocionet e mpime, domethënë jemi të vetëdijshëm për këtë pjesë. Por nuk jemi të vetëdijshëm pastaj për ngjarjet e vogla traumatike, të cilat mundën me kanë edhe produkt pastaj edhe I traumës të madhe. Kështu që më shumë halli është I traumave të vogla, se sa është halli I traumave të mëdha. Po klinikisht normal që traumat të mëdha e kanë problemin shumë më të madh, sepse ballafaqimi ose investimi pastaj me mujt me prunirin në moment është e vështirë. Është e vështirë. Edhe ne zakonisht si laik të kësaj fushë zakonisht edhe pretendojmë ose më mirë me thënë e kemi atë ndjenjen se si ta largojmë më shpejt këtë ndjenjë, do të fokusohemi tek simptomat pa e analizu ose pa e trajtu edhe burimin për nga kanë ardhur ato simptoma. Si mundemi me ndihmu veten në këto dhe sa lun rol kjo që a duhemi
të preokupohemi vetëm me simptomet, apo prej nga po vinë ato? E para, shëndeti mendor prej shëndetit organik dallojnë shumë. Dhe pothuajse janë të kundërta njëna me tjetrën. Normal ato shkojnë bashkë, sepse edhe dhimbjet psikologjike, edhe dhimbjet fizike janë përbashkëta dhe s'mundu me ndo. Po kur flasim për probleme psikologjike, nuk do të me pas në qasin e njëjtë kurse kena në mjekësi. Për shembull në mjekësi, na shohim cilat janë simptomat, edhe marrim grupin e simptomave cilat janë të paraqitura dhe i mjekojmë. Për shkak se rreziku është në mjekësinë organike, çato simptomat që janë të paraqitura me shfaqje dhe simptoma të tjerë. Për shembull, kemi një organ të smur, dhe çaj organi i smur mundet me smu edhe organet e tjera nëse nuk e trajtojnë, ç'është dohet. Në shëndet mendor, do të me pas në qasje tjetër. Sepse nuk shikohet në shëndet mendor, ma qasja në shëndet mendor do të me ndryshu. Nuk do të me shiku cilë simptoma po ekzistojnë dhe po shkaktojnë dome. Po, me këshyrë çfarë funksioni kanë, sepse gjithherë çdo problem, për shembull të trauma, ideja e flashbackat. Flashbackat janë ndjenja sikur po ndodh ngjarja sërish. Mbirja emocionale, ankthi, dëshprimi, për shkak që janë simptomat më të mëdha të traumës. Në këtë rast nuk janë simptomat që po dojnë me bën dëm, ato kanë një funksion. Dhe na duhet me pa funksionin e tyre, që është shumicën e rasteve me të mbrojtë. Kështu që çështja nuk duhet me kanë të simptomat, po duhet jetë të ato çfarë funksioni kanë ato. Kështu që na duhet me ndryshu që çështjen tonë, karshi problema, për shembull karshi depresionit dhe karshi ankthit, me pa çka po dojnë çto simptoma në realitet për individit që po paraqitet. Sepse e kanë një funksion, e kanë diçka. Nëse s'është mbrojtës, është nxitës për një diçka që me ecë tutje. Po e analizojmë për shembull tek personat të cilët edhe atakojnë me ankthin, me sulmet e panikut. Ndoshta është pak e pa kuptim kjo që diçka do të thotë janë për me na mbrojt. Çfarë mundet me të mbrojt një ndjenjë frikës ose një ndjenjë para atij së madhe që nuk e lën trupin me ndajt me një vend, mendime që qarkullojnë në mënyrë të themi të milionta në atë moment. Po shiko tash, ne kemi dy aftësi bazë. Aftësia për me ditë edhe aftësia për me dashur. Aftësia për me ditë është truni, mendja, logjika, arsyeja. Kurse kjo është me ditë, kurse me dashur janë emocionet e tona, ndjenjet tona. Edhe këto dyja jetojnë bashkë në trupin tonë. Që i bjen tash e pasmi aftësinë me ditë, aftësinë me dashur, po e pasmi edhe aspektet somatik ose trupit. Këto trija duhet më bën bashkë. Gjykimet tona karshi problemeve psikologjike gjithherë janë aftësia me ditë, du me ditë. Edhe nevoja për me ditë na dërgon drejtim të asajna për me gjetë një zgjidhje të gatshme. Po shëndet mendor nuk ka zgjidhje të gatshme. Kështu që e para pra do të me e kuptu që nuk kemi zgjidhje të gatshme, po është një zgjidhje që ti dush me e gjetë në dinamikën ose në rrjedhën tonë. Sepse zgjidhjet e gatshme nuk janë afat gjate dhe problemet mundën më u kthy. Mirë po, tash kur atakohemi për shkak sidomos të ankthi, edhe është nevoja jonë për siguri. Dhe ti tash janë dhënë këto alarmat, sepse po ki nevojë për siguri. Mirë po, kush po lund rolin e vet, kush po lyp siguri, kush po thot jena aty hiq, kush po thot që diçka e keqe po don me ndodh me ty, kush po thot do më shmend, kush po thot që ti ki më dek ose që po të ngushtohet gjoksi. Frymarrja, marrja mend vetë. Këto elemente janë sinjale që ti me gjet një zgjidhje. Mirë po, në qoftë se nalëm edhe lypim zgjidhje edhe me aspektin emocional edhe aspektin e trupit, pastaj kena me gjetë zgjidhjen. Sepse apshe po në të ankthi, të trauma, po nxinet fryma. Edhe ideja është kryesore te kjo për me gjetë një zgjidhje të problemit të cili po paraqitet. Tash, na si njerëz kur ballafaqohemi me problemin, na jena të fokusuar çka s'po funksionon tek one, mirë po çka që s'po funksionon është sinjal që ti me gjetë një zgjidhje. Shumicën e rasteve problemet e shëndetit mendor janë problemet të stilit jetës. Dhe na nuk po bëjmë një stil jetës të rahatshëm. Na duhet me ndryshu diçka. Mi po sa jena të gatshëm na me ndryshu, që kjo është karshi zgjedhës që ti problemi. Sepse gatishmëria jonë mungon për ndryshimin me ndryshu në stilin e jetës. Dojna me marrë diçka të gatshme. Pra po paraqiten simptomat, problemit, edhe në trup, edhe në mendjen tonë, dhe po vazhdon ajo lufta jon me veten ton, me atë tuftoj, tikut, të gjoni zgjidhje të gatshme, është një farë lufte e mbrëmshme. Dhe çka thojmë na më shpesh, pra ideja më e mirë kish më thënë, okay, nalo një herë, stop. Çto mendimet që po vinë,
A janë menime reale, apo thjesht janë mendjen tone? Çfarë emocionesh po ki? Shtangimit, frikës, dëshpërimit, dhe plot emocione tjera që mund më paraqit. Tash çdo emocione ka po vinë se rezultati menimeve. Atë nalu prak, qetësov, merr frym edhe ktheu tash këtu në moment. Ka pas raste kur njerëzit kanë thënë që në ato momente nuk kam qenë duke mendu. Do të thotë kjo që ke mendu më herë dhe pastaj trupi mban mend dhe alarmon më vonë. Po çka ka qenë ty menu? Nëse s'ka qenë ty menu problemin, ka qenë ty menu zgjidhjen. Nëse s'ka qenë ty menu çka po ndodh edhe me qetësu veten, ka qenë ty mendu çka po ndodh për simptomat. Sepse patjetër procesit mendumit është përfshin që të problematik. Kështu që na kemi qenë të mendu, po çaja mendimet tona kanë mujt me kanë të errësume ose kanë mujt me qenë mjegull, dhe nuk po e dim saktë çka kemi të mendu, sepse jemi të fokusuar te frika, sidomos te ankthi, sepse kryesorja edhe tek trauma është ankthi, niveli i lartë i ankthit. Tash te niveli i lartë i ankthit, ankthi është emocion, dhe na e përjetojmë si emocion. Dhe dojmë me pru për nivelit të emocionave, me pru në nivelin kognitiv. Mi po çdo ngjarje që na e kena përjetu, aja ruhet në trunin tonë, ruhet në amigdala, dhe për amigdalës ka me dhonë impulsa në çdo situatë tjetër të caktuar. Kurdo që na mendojnë që jemi në rrezik, amigdala jon ka me nxjerr impulsa. Ne ka me shfaq nevojën për me mbrojt, nevojën për me gjetë zgjidhje të gatshme. Kështu që kjo është ideja se çka po ndodh në mendjen tonë. Mi po trupi është shtëpia jon më e sigurt, zgjidhja jon më e sigurt, edhe mënyra jon më e mirë që na mundu me përdor. Jo mendja, jo emocionet tona. Sepse në realitet, dyqysh mendja e ka stilin e vet, emocionet e kanë stilin e vet. Kush është ai që i shqetëson? Në realitet është trupi jon. Sepse trupi është siguria. Shtëpinë, për shkak kur të vizatojmë një shtëpi, e vizatojmë për me tregu nevojën për siguri, no. Shtëpia paraqet familjen, shtëpia paraqet siguria, dhe ka qatë rol. Që në realitet shtëpia jonë është trupi jonë, është shtëpia e mendjes edhe emocioneve tona. Kështu që mos merrja me trupin tonë mjaftueshëm, mundet me rezultu pastaj edhe në probleme tjera të cilat mund me vazhdu, qoftë depresionet, qoftë ankthi, po në këtë rast kur po flasim për traumën, trauma jonë, ngjarja jonë ruhet të shtëpia. Mi po ruhet për me majtë sigurt edhe minimu diçka, dhe aja shfaqet në format saktune. Prandaj, për shembull, traumat nuk do të mjavri kujtu njerëzve, nuk do të mi nguc, sepse kur ti nguc nuk e din çka shfaqet. Edhe ideja ka qenë deri tash të traumat që na me pranu. Për shembull, nuk du me pranu asnjëherë humbjen një anëtare të familjes tragjikisht. Edhe është nevoja jamja. Nuk i lëm njerëzit me u mërzit mjaftueshëm për hallet e tyre që i kanë. Nuk i lëm njerëzit me pas emocion, me pas ankth, me pas dëshpërim. Pavarësisht që janë emocione të këqija, pa pranueshme, dhe nuk janë të mira, në një farë mënyre është e nevojshme që ai emocion me u përjetu. Përndryshe, pra, na kena thonë më herët për traumën do të me pranu. Tashma nuk po thojmë do të me pranu, na do të me kalu për mesojna. Mu vedisu për to, sepse vetë fakti që na vedisohemi, ban që na me pranu edhe zgjidhjen pastaj. Sepse na dojna me kuru, dojna me shëru problemin. Mi po në shëndet mendor do të me kalu për mes tina për me mride i të shërimi. Pastaj sa jena të gatshëm me ndodh shërimi, sepse nuk mundu me shly kur qysh traumën, sepse ajo është e rujtën mbrenda. E na tregove edhe për traumën, për ato të cilat munden me ndodh edhe gjatë ndonjë aksidenti, humbjes të më të dashurve e shumë çka tjetër që edhe munden pastaj me rezultu me ankth, me depresione, me gjitha këto. Dhe tregove që këto sado që nuk janë të pëlqyeshme si emocione, si ndjenja që na ndodhin, sidomos edhe gjatë ankthit e sulmeve të panikut, ato duhen me u përjetu dhe e kanë një qëllim për me na, do të thotë në një farë forme, për me na këndjell që diçka nuk është, ne duhet kujdesemi pak më shumë për veten tonë. Por ato janë shumë të pakëndshme. Çfarë duhet me i thënë njëri vetes në ato momente? Gjithherë kur kemi hall, dojmë zgjidhje edhe që çaja më zgjidh, sepse çaja është nevoja jonë. Edhe për shkak se na kem hall, gjithkohë shkojmë çdo derë trekasën për me gjetë zgjidhje. Po dera kryesore që na duhet me trokit është dera jonë. Dera e atij personi cili është tu e përjetu që ato emocionet shumë të mëdha ose që ato emocionet që janë të papranueshme. Dhe pastaj tjertë, qoftë mjeku, qoftë psikiatri, qoftë psikologu, kushdo qoftë tjetër që kish me mujt me ndihmu në hallin tanë që e ki. Kështu që unë jam ai cili vendosi me i
trajtu problemin. Sepse halli më i madh është me i pru njerëzit për me pranu problemin e tina. Dhe që kjo është bajaki e vështirë, sepse nevoja jonë, për shembull na kur po flasim tash për problemin, nevoja jonë është me pa një zgjidhje të gatshme. Sepse na qysh duket trauma, qysh duket depresioni, na veç i dim, edhe është tepër e lehtë për me i pa ato. Po problemin e kemi qysh kena me i trajtu. Tash trajtimi i parë ose hapi i parë i trajtimit te këtij problemi është kur unë trokas nderën tim, kur unë trokas te vetja jam. Po kush është vetja jam? Është trupi, është mendja, janë emocionet e mia, ajo to që mund përbajnë. Se në realitet kur kem hall, ose ka me funksionu veç mendja, ose kanë me qenë emocionet e hallakata. Dhe nuk kanë me kanë këto të dyja koordinume njëna me tjetrën. Kështu që është një fal lufte e mbrëmshme mes këtyre dyja dhe vazhdueshme, dhe e vun trupi, sepse trupi pastaj ka atë dhimbjen, sepse e përjeton diskutimin që këto dyja e kanë ndërmjet veti. Njëna mendja në këtë rast gjithçysh me gjetë një zgjidhje të gatshme, dhe kjo që është shumë e shqetësuar çka po ndodh. Sa po kuptojnë na duhet kohë për me u trajtu. Do thotë nuk është diçka që para duhet me dash javës brenda ditës. Në shëndet mendor gjithçysh e para duhet me dash. E dyta është kohë me jap vetës, me jap problemin. Sepse na duhet mu ballafaqu me problemin, me ngjarjen, me ato ndodhi që neve na kanë ndodhur. Mu ballafaqu dhe me kalu për mesojna. Ani pse gjatë qëti procesi, sepse suksesi më i madh ka qenë kur na ekspozohemi. Për shembull të trauma na ikum për ngjarjes. Për shembull edhe te ankthi, nëse na kena një frikë se po çmendemi, na ikum takimit me njerëz që kanë probleme. Sepse është e frikshme për neve, tutet që po ose tek vdekja e më dashur, zakonisht nuk ballafaqohemi me vendin ku kanë jetuar. Nuk është zgjidhje ikja, është zgjidhje ballafaqimi me probleme. Dhe kur ballafaqohemi me problemin, na edhe kena me pas mundësin për me zgjidh problemin. Mirë po, du të më u bon bashk orbre në tërsinë e tina. Tash, na e dim, kena psikologun, e kem psikiatrën, shqyqyr që i kemi edhe plot metoda tjera, teknika, dikush shkon në sport, dikush përmes një librës, dhe përpiqem me gjetë zgjidhje. Zgjidhjet adekuate që kanë me funksionu gjithherë janë aktivitetet fizike, ushqimet e shëndetshme dhe meditimi. Pra, dhe më herët kur e diskutum këtë çështjen e mendjes, pse meditimi, sepse mendja jonë në realitet është vrasësi jonë më i madhi. Sepse gjithherë ka një farë nevoje me nejt në kalunën, sepse nëse shkojmë në kalunën e gjajmë ku është problemi dhe e rregullojmë. Edhe në frikën për të ardhmen që e sjell, dhe edhe më çka më ndon të ardhmen, ako më konkret. Sepse pyetjet e zakonshme të njerëzit, qoftë trauma, qoftë ankthi, njerëzit kanë me pyet edhe sa kohë unë më duhet më mirë me shto. Kur po flasim për kohën. Ose është ajo koha apo momenti i dëshpërimit kur mendon që unë vërtet kam diçka pasi që kjo nuk po kalon. Unë po provoj, por s'po kalon. Po në realitet që ato që ti pe provon, për shembull dhe kur flasim për meditimin, aktivitet fizike ose ushqimet do të me u kujdes ti vet natyrshëm, pastaj aktivitete fizike zban njerëzit pa pas aktivitete fizike. Meditimi, do të me kam proces i jetës tonë, do të me kanë aktivitetet cilat do të me kanë pjesë e jetës. Po, kur gjë që na bëjmë, nuk do të me e bëjmë për me shujt ankthin ose me shujt traumën. Na do të me i lanë ato që ato ku janë. Dhe kur i lanë që ato ku janë, ato e gjojnë rrugën e vetë drejt zgjidhjes. Për shembull thamë më herët trupi është shtëpia jonë e sigurt, po trupi në realitet, nëse e lejojna që ky me gjetë zgjidhje, ky e gjon zgjidhjen. Për shembull ideja më e shpesh është kur dikujt jetë në fyt gjatë ushqimit dhe na më njëherë shkojna me jahin bam ose çka mundet më ndihmu kjas. Nuk ndihmon kur gjë. Po ideja është se këto është fokusu mendja çka po ndodh. Dhe me gjetë një zgjidhje ku të gjaj diçka sepse mundesh më ngul fata dhe mundet me vdek. Edhe tash ideja është paniku i madh që po ndodh, çka po ndodh kështu. Tash kur i godasemi këto, shkon informata drejt këto dhe thojmë, okay, ha shkojmë qyrim çka po ndodh këto. Dhe kur shkon mendja ha qyrim çka po ndodh këto, trupi e ka marrë dhe është organizuar vet. Dhe kur është organizuar vet e ka zgjidhur vet. Prandaj po thojna, qoftë ankthin, qoftë traumën, çdo problem që është, nëse i lëm çato ku janë, edhe më merr seriozisht me veten edhe me stilin e jetës, kjo ka më na dërgu drejt një zgjidhje adekuate të problemit me të cilën na po ballafaqohemi. Kështu e pranojmë, kalojmë përmes sajna dhe trupi jon ka më na animu gjithçysh na me gjetë një zgjidhje.
E përmendëm edhe më herët bisedum, sepse shumë herë edhe flasim hapur persona që kalojnë me sulme paniku, kryesisht është paksa e habitshëm fakti që ato, të themi, sulmet i kanë pothuajse në një orar të njëjtë, që në qoftë se në qetësi dalim dhe analizojmë, nuk ka sëmundje fizike që me orar ty të sulmon. Për të friksu atë sa na frikson sulmi panikut. Por pse ndodh me orar caktuar, dikush e ka në mëngjes, dikush në mbrëmje, dikush në mëzditë, sikur dikush e fton, edhe nëse ti mundosh me u hutu apo me bë diçka tjetër, është ajo dridhja që fillon nga brenda, nga dërsitja e shputeve të këmbëve, çuplakave dorës, që fillon një dridhje e pashpjegueshme. Pse ndodh kjo? Shiko tash, edhe ndryshimi i temperaturave ndryshon disponimin. Edhe për shembull kur ka mjegull kem disponim tjetër, kur ka diell kem disponim tjetër. Kur të takosh dikant tjetër, prapë mundet me ndryshu disponimin. Ndryshimi i vendit ku ti e ty pi kafe, ndryshimi i kafës, edhe ndryshon disponimin. Tash në realitet edhe mëngjes sa ka qenë i gatshëm trupit e disa, që ai trupi më ballafaqu sepse gjumi, sepse sidomos tek sulmet e paniku, sulmet e ankthit, sepse paniku gjithherë paraqitet në një situatë caktuar, me disa objekte të caktuara. Njëjtë edhe fobia, patjetër e kemi një objekt i cili ka më na friksu dhe na ban panikun. Mi po flasim për ankthin ose të traumën, pse gjendjet e njerëzve në mëngjes ose mbrëmje janë më keq. Pse ato në mëngjes trupi kur zgjohemi, hala nuk është zgjuar komplet. Pastaj shiko tash kjo është truni 1, kjo është truni 2. Dhe në mëngjes kemi një farë ndjesie tek problemet gastros. Po thojmë problemet gastro, po te organet e brendshme. Dhe që ndjesia organeve brendshme ka më ndiku te disponimi jon. Po kjo ideja jam e mbrana meje, që pse po ndodh njëjtën kohë, mundet me kanë edhe në gjuhën e popullit të thënë vëzves. Obsesion, sepse çka kem te ankthi, i kem domenime, pastaj fillojnë ndyshimet, dhe që kjo është rruga e ankthit. Po që është edhe rruga e obsesioneve të mia. Dhe jam bë obsest i ngulitur menimet e mia, çka po ndodh me mua në mëngjes, çka po ndodh në mbrëmje. Ka njerëz që thonë që unë luftoj për mos me mendu dhe i them vetes që qetësohu, sepse kjo do të thotë është si që po e thua edhe vezvese, por ajo bëhet edhe më e fortë dhe më e fortë. Shiko tash, përgjegjës për ankthin ton është sistemi nervor vegetativ autonom. Ati vet letrat, nuk ti vet letrat, çka më bën. E një kosisht edhe menimet tona. A mundum na minal ato? Për shembull, unë flas, mendoj diçka tjetër flas, diçka tjetër ndjej, që i bën që këto janë procese ndryshme njëra mbi tjetrës. Kështu në thon po përpiqem gjithçysh me inal menimet, mos hajde kuku, jo, s'po du dhe përpiqem na më fokusu dikun tjetër. Atëherë nuk kam e arrit, sepse kjo ka me rrit intensitetin e vet. Mirë, po kur e la të lirë, sikurse te meditimet, marrëm frym, e lirojmë frymarrjen, lej menimet që ashtu qysh vinë dhe le të shkojnë. Tash kur i lë menimet me ardhë dhe me shku, atëherë jemi në rregull, sepse çat funksione ka mendja, me pru menime, me pru frikën, me bë pyetje, me bën analiza të caktuara. Po ti lejen të procesin e vet mendjen, mos mundo me u përzi. Dhe ideja që unë po i përzihem dhe po du që ato me ardhë të mira, atëherë që kjo e banë që ato me rritë intensitetin e vetë. Që na duhet me ilan që ashtu qysh janë. Do të vjen frika në ato momente, dikush e ka që do të rëzohet, dikush e ka që do t'i merren mend shumë, dikush që do të ngulfatet. Po vish asnjëherë që ta njerëz që i kanë pas këto menime, nuk ju kanë ndodhur. Tash pse s'ka ndodhur? Që sa kohë po të ndodh, që një vjet po të ndodh. Po, okay, më falem, a din vedi se e pak veten tonë. Kjo thjesht është një dyshim rana teje. Po du të me fol me veten tonë, po me veten tonë, jo me menimet e tua. Sepse na flasim zakonisht me menimet, edhe sa po ndodh kjo, analizojmë, e studiojna me mendjen tonë, pa e lexuar libra, pa diskutuar me dikant tjetër. Përpiqemi me pruni përgjigje të mëshme. Po sa ka përgjigje të mëshme në gjendjet tona të brendshme, sepse gjendjet tona të brendshme shumica në rastin janë pavetëdijshme. Dhe na përpiqemi që të pjesën tonë pavetëdijshme me kontrollu, edhe njëkohësisht me e zgjidh, edhe me gjetë diçka të gatshme. Por nuk mundem. Do të flasim vetes me zë. Nëse s'na dëgjoj dikush tjetër, se kur na dëgjoj dikush tjetër mundet me dyshu. Është një farë diskutimi mbrana me selfin. Dhe kur i thu njerit haj shko te vetja, nuk shkon te mendja. Është diçka që të më mbrana dikun. Çaj që mban bashkë mu. E që qetësina nuk e ushtrojna me veten tonë. Na përpiqemi të jem këto, te emocionet, po
pak rrim të trupi. Kur rrim të trupi, për shembull me gjetë mesin e trupit, me najt këto jam, okay? Ose me prek veten, nxehtësinë që e kam, karrikën të jam ulën. Harroj me baqet veprim. Nashta friksohemi, sepse kur doj me baqet kontakt, me anja ka një farë intensitetit vetash, disa impulsa, me bë disa pyetje, edhe kur e mrin qetësinë, pastaj edhe trupi mundet me kalun gjendje tjera, me ndru temperatura, me bëna lëvizje të caktune. Dhe kjo na frikson pastaj edhe nuk mundu me ndaj. Ka dhe raste kur e vërtet nga ajo dridhje frike e madhe njeriu qetësohet dhe ajo qetësi do të të shpejt e shkakton një lloj frike. Për shkak se shisat janë të fokusune me gjithë çka po ndodh, me marrë informata dhe me njoftu trunin, me tregu, me thonë që ky rrezik po vjen. Tash shisat, qoftë pamjet, qoftë prekjes, qoftë dëgjimit, janë të fokusune me këshyr t'gatshme në alarm. Edhe kështu që e para që ka kish me kanë mirë në këtë situatë është me qetësu shisat tona. Prandaj më shumë të traumat edhe të forma tjera kur i thojmë njerit, okay, nalu një herë, hajde të gëzohemi. Okay. Përpiqu me çka po ndin ose me gjetë në zhurmë, dhe më fokusu të zhurma, një pamje, më fokusu të pamja, një shije që ty po të pëlqen, një prejke që, okay, që ty të ban sens. Kur fokusohemi të shqisat dhe i qetësojmë shqisat tona, normal automatikisht na kena me mrin një nivel tjetër të qetësisë, dhe çaj niveli i qetësisë ka me kanë shumë i mirë se ardhur në raport me përjetimin e traumës ose përjetimin e Dhe është interesant fakti në këto raste kur edhe arrihet kjo qetësi edhe pse persona që kalojnë sulmet e ankthit apo të panikut është vërtet shumë e rëndë, është ndoshta ndonjëherë e lehtë për me thënë, po për me përjetuar shumë e rëndë dhe ndonjëherë duket shumë më e fortë se sa vetja jote. Por është interesant. Prandaj Nostradini ka thënë le të vetëm sheve çaj që urzu prej dardhës, kur urzu prej dardhës. Edhe aty po bazohem, por është interesant fakti që pasi që të kalon, të themi kjo lloj rëmuje madhe e frikës, është i habitshëm fakti se si qetësohet trupi dhe ndonjëherë personat e ndjejnë të nevojshme të shpërthejnë edhe në vaj në ato momente. Do thotë kjo që po e lirojmë në ato momente diçka po del nga ne. Kudo që jena të sigurt me i shfaq emocionet tona, për shembull lotët janë mënyra më e mirë për me i shfaq emocionin. Mirë po na nuk i shfaqum lot, po buzëqeshëm ose keshëm. Edhe kjo e ban që me mshef pastaj lot. Jo, po kudo që jena të sigurt, mirë kish me qenë me nxjerr lot jashtë. Tash te paniku, te ankthi në këtë rast që ju po përmeni, tash kanë ardhur keq ato menime, keq ato emocione, je hallakat, nevoja me gjithë zgjidhje. Edhe kjo jamush. Edhe për një moment tash, okay, u qetësu sepse as ka më zgjat, mas shumë të që po zgjata 10 minuta. Po ka raste kur njerëzit me orë nuk ndihen të qetë. Po pastaj ideja ose obsesioni jam që ka ndodhe me mu, sot do të vazhdon këtë gjendje jam. Tash kjo po vazhdon, çaj dëshprimi pse ndodhe. Do thotë në fakt nuk zgjat më shumë se 15 minuta, por neve na duket që po zgjat nga frika. Na pastaj me mendimet tona për ato që ka ndodhe, pse po vazhdon, e mbajmë aktive mrena neve, e mbajmë aktiv veten. Në vend që të mësohëm me qetësu veten tonë, vazhdojmë me mësu me shqetësu veten tonë. Nuk po jena të gatshëm mi pranu që ato emocione që po vinë. Shembull, na mendojnë asa në të mira, por nuk javnojnë amenën. Po mirë, po në rast të vinë menimet këqija, ku merdhen menimet e këqija. Po kjo po njëjtë është, sepse edhe menimet e këqija dhe të mira ato japin kuptim njëna tjetrës. Edhe emocionet e mira, edhe emocionet e këqija mrena neve, ato japin kuptim njëna tjetrës. Do të flasim pastaj edhe për simptomat fizike, sepse me mendimin po e bëjmë këtë përkurësht edhe simptomi fizik paksa ndoshta na huton më shumë dhe na frikson. Por mbetëm aty tek trauma, kur do të mendimet tona që ne nuk duhet ikim nga ato, duhet t'i lëmë të rrjedhin ato mendime, sepse për ndryshe në një farë forme sforcojmë veten nëse mundohemi me zor që thot populli me ju ik. Por çka kur kemi dhe simptome fizike, sepse është i habitshëm fakti që ti e ke kontrollu zemrën, i ke kontrollu dhe organet tjera, ka ndalë gjithçka në rregull, po ti në ato momente e keni do të thotë ose trauma shumë të shpejt, ose të merren mend shumë, ose ke edhe simptoma tjera fizike, ndonjë si me dasht me pas të vjella, ose të pihen këmbët. Pse ndodhet dhe çka duhemi të bëjmë kur kemi simptome fizike? Edhe në fillim të emisionit e kemi thonë që asnjëherë nuk mundu me nda pjesën
organike e pjesës psikologjike. Këto dyja të përbojnë njëna tjetrën. Për shembull, pasi mi taku njëna tjetrës, këto janë një njëjta gjë. Kur na keni, për shembull, na ndodh gjatë përgatitjes së ushqimeve na me lëndu gishtin, prapë ke edhe një farë dhimbje psikologjike, nuk e ke veç fizike. Që i vjen që edhe dhimbjet tona psikologjike, sidomos të humbjet, e mdhoja, të traumat e mdhoja, ato gjithçysh kanë me shfaq në simptoma dhe në trupin tonë, sidomos të gjendjet e ankthit. Na i thojna probleme psikosomatike, për shkak se këto nuk ndajnë njëna pi tjetrës, janë bashkë. Edhe nuk është normal, na fillimisht i eliminojmë anën organike, problemet organike. Kur janë eliminu problemet organike, pavarësisht dhimbjes që po ekziston fizike, ndjesisë në trup, që ato simptomat fizike që po paraqiten, përderisa është anulu që kemi një problem organik, sidomos tek ankthi, se njerëzit tek ankthi ose te trauma mundën, për shembull te trauma shpesh mundën me pas dhimbje të kokës shpeshta, dhimbje barkut shpeshta, ose mpirje të caktuara në sidomos në ekstremitete. E bjen që ose noflla, mu nal, mu koqit. Mi po nuk ka ndonjë problem. Po është bllokimi i emocioneve. Për shembull kur na kena humb dikan, na duhet na thonë shuj, mos kaj, mos e nxjerr. Ne kemi si traditë, sidomos te burrat nuk çajnë, mbaje veten ose për shkak se kur kemi qenë të vogël, na kanë thonë që dush me kon krenar si burr. Kurse të femnat lese, po ato mundën me çaj, po jo edhe burrat. Mirë, po pavarësisht se nuk çaj ato bllokohen në trupin tam. Dhe në çatu ku kanë mu bloku zakonisht, sidomos kur unë shtrëngoj të traumat e humbjes, latë që i kam bloku, ato kanë mu bloku sidomos të noflla. Prandaj shumicën e rasteve kur kem bëj me traumen, njerëzit kanë probleme në nofllën e tyre. Na duhet me liru, me syt ose me nofllën, sepse humbjen që ka ndodhur, ajo ka bërë që mu bloku emocionet, ose vajin që po vjen edhe unë e bllokoj. Patjetër na duhet me leju rrugën e sigurt të ndaljes së tyne emocioneve. Jo për shembull mahallakat krejt, po ti me leju veten tonë, për shembull ka humb një familjar i juni, është shumë normale me kajt, por na i thojnë ju mos kani, mos e bëhom hor, kena me prit musafir, kemi bë plot gjëra të tjera dhe ti po ka. Duhemi sepse edhe duhet dalim në vendin e punës, aty duhet ta mbajmë veten varësisht edhe për profesionit që e kemi. Në anën tjetër në shtëpi ndoshta ndonjëherë ruhemi edhe nga fëmijët apo të afërmit tjerë që mos i mërzisim. Edhe në mbrëmje kur vjen mbrëmja lodhemi aq shumë që ndoshta është mirë që më provu në ato momente kur je vetëm me ushtry që po çka më bash ato momente ka ardhur në moment kur jem bashk. Për shembull familjarët ndërmjet veti kur kanë humbur një antar të familjes, secili prej tyre e ruan njëri tjetrin. Në realitet emocioni i njëjtë përshfaqet të gjithë. Që i bën që u vani më i sigurt është me ndaj emocionin tëm dhimbjes, të humbjes të antarit të familjes me antarin tëm të familjes. Jo me dikant tjetër, sepse na ja besojmë njëri tjetrit më shumë se sa na besojnë tjerët. Mi po nëse po flasëm që po vinë emocione në vendin e punës, në qoftë se nuk jemi të sigurt se dikush mundet më na keq përdor vojnë, dikush mundet më keq përdor gjendjen tonë, atë na duhet me ditë a jemi të sigurt për me nxjerrë atë emocion. Nuk po thojmë na krejt emocionet kur do të vjen është mirë me lan me dal, është shumë e vërtetë kjo. Mirë po kur nuk jemi të sigurt dhe dikush mundet me keq përdor emocionin tonë, atëherë duhet me përpiq me përdor mekanizma mbrojtës të cilat na mbrojnë për kësaj situate. Cilat janë ato? Po mekanizmat mbrojtës mi u shmang ose me mohu ose me dal dikun tjetër. Po janë të pavedishme, pavedien të ndodh. Që ideja është s'po du me kajt, na kanë mësuar sikur të vogël dhe na kemi krijuar si mekanizëm mbrojtës që s'ban me kajt, s'ban me nxjerr vojnë. Duhet me mshef emocionet. Prandaj njerëzit kanë më të lehtë me qesh se sa me kajt, po prapë njëjtë emocion është. Dhe do thotë kjo që deponohet dhe pastaj nesër pa prit pa kuptuar nuk ndihemi mirë. Patjetër ka mu deponu dikun trup. Dhe në qoftë se në të ardhmen nuk ka më shkaktuar një problem organik, një problem emocional patjetër që ka më shkaktuar. Pra kjo është ajo që ne pyesim pse sot nuk isha shumë mirë, u zgjova mirë, pse më ndodhi, do të thotë është diçka që nga trupi e ka rikujtu. Për shembull në qoftë se pyesum, okay, hajde përmendim një ngjyrë që na pëlqen. Edhe po përmendim ngjyrën e kaltërt. Okej, a ka na ide me ngjyrën e kaltër që ty po të kujtohet, na ngjarje që ty po të kujtohet. Deti. Deti, edhe pa prit mas filloj me fol deti, qysh kam qenë me babën, me nanën, ku kemi qenë të vogël. Patjetër është ka qenë edhe një takum një kujshi që s'e kishmi takum atje dhe rastisht u takum deti, a pse sa ngjarja po krijohet.
Prej një ngjyre. Ngjyrën e kuqe. Prej një ngjyre. Te po munduhesh. Që i bjen që ato janë të deponume dikon. Mirë, po pavarësisht që po kujtohen trunin tam, gjithçysh edhe trupi po reagon. Sepse edhe trupi po rikujton diçka, nuk po rikujton vetëm mendja jon, po rikujton edhe trupi jon. Kështu që ato janë të ruajtur në vendin ton, janë të deponume, edhe tash na duhet me I përpunu çato emocione. Për shemb trauma tona na duhet me I përpunu, emocionet tona na duhet me I përpunu, mu vedisu për to. Nga psikologët dhe psikoterapistët shumë herë ndëgjojnë fjalën duhet me I përpunu. Çfarë do të thotë me I përpunu? Si përpunohet kjo? E para tham që personi do të me dasht me I zgjedh problemin. Nuk do me zgjedh, s'ka me zgjedh kur, kërkush s'ka me mujt minimu. E dyta me I përpunu është mu ballafaqu, mu ekspozu, sidomos të trauma. Për shembull, e para të traumat që bojnë shpejt e shpejt, është me stabilizu njerin. Dhe me stabilizu I bjen me pru këto dhe tani. Përmes një ngjyre, okay, hajde këto, tash, çfarë funksioni ki, po shkojnë punë, e kam përgjegjësinë e fëmijëve, e kam disa shoqe, e kom nal fitnessin, okay, fillojmë një herë me fitnessin. Pra e kthejmë në realitet. Dhe kthimi në realitet është na animon me shku ku dojna. E dyta është me I tregu çka po ndodh. Më thonë, okay, ti ke pas një humbje të ranë, dhe që ke humbja e ranë, po ban që ti mi përjetu dhe munina herë çuditshëm. Dhe për disa po një është çuditshëm, nuk është funi I botës, sepse ke përjetu diçka të ranë, nuk është e lehtë me humb nanën, nuk është e lehtë me humb fëmijën, nuk është e lehtë me përjetu luftën. Edhe për disa e sheh njëri dhe tash vedisohet që me të vërtet ka normale çdo emocionet të cilat unë pe ndjej, që gjendje që unë e kam, tash hapi I dytë është me marr pak psikoedukim. Shiko, ti e keni pjesë vetëdijshme, po pjesa jote është më e madhe është e pavetëdijshme. Dhe në mënyrë të pavetëdijshme na herë po reagon trupi jot, po reagojnë emocionet e tua. Dhe ti po don çato reagime mi dhon kuptim. Dhe bën pak psikoedukim në kuptimin çka ndodh të trauma, çka ndodh që janë ngjarje. Edhe tek ankthi njëjti san. Momenti ku njerëz të shohin thonë, okay, ankth është, edhe mendja jam po xheron filma, në rregull jam tash, sepse e di që mendja jam po xheron filma. Pra një pjesë e procesit të trajtimit u zgjidh. Dhe pastaj kalojmë në hapa të tjerë, cilët janë hapa të tjerë. Jo domosdoshmërisht kur shkojmë te psikologu do të patjetër me fol për traumat. Pra një herë na do të me stabilizu. Mirë po, domosdoshmërisht është ma vën me fol për traumën, me fol për ngjarjen. Kur folëm për ngjarjen tash, çka ka më ndodh? Okay, çush ka ndodhur ngjarja, po jo çat shumë. I identifikojmë ngjarjet e rana, ndoshta s'është vetëm kjo ngjarje, ka edhe ngjarje tjera. Pastaj e marrëm një ngjarje që lëndon vet klienti me zgjedh, dhe thojmë okay, hajde diskutojmë çet ngjarje. Çka ka ndodhur? Sepse gjatë diskutimit, edhe me shoqet në kafe nëse e ndajmë një traumë tonën. Për shembull, humbjen na normal kur humbim familjar të kemi ponën. Dhe gjatë ponës njerëz vinë me na ngushëllu, mi po njëkohësisht ndodhen edhe procese emocionale brenda neve. E vërtet. Edhe nëse unë filloj me tregu në kafe për këtë ngjarje, për këto emocionet e mia, prapa ato dyqysh sikurse prapë ndodhin. Kështu që tash unë vedisohna edhe një herë për çato që po ndodhin në trupin tam, që po ndodhin në mendjen tam, që po ndodhin emocionet e mia. Edhe tash që ky vedisim ka më minimum më ekspozu. Dhe që ky ekspozim më ndihmon me ballafaqu edhe me kalu përmes traumës tam për më ardhen deri te një rezultat përmes zgjidh. Kështu që është një proces I gjatë, nuk është I dhëmshëm, është I lehtë. Pra e para ka dalë, kthehna këto dhe tani, sepse nuk më ndihmon me najt në kalumen. Se të trauma në arrimesh në kalumen. E ndihmojmë njerit me ardhë te momenti, këto dhe tani. Dhe dyta, edukojna edhe mësojmë me kuptua e çka po ndodh. Jo qysh unë pesha problemin, qysh ai vetë pesha problemin e vetë. Dhe treta është pastaj me ekspozu dhe ai mësohet me jetën e tina. Pra, e para që ka bëjmë edhe na teknikisht në terapi është me observu një herë. Bashkë me klientin tonë na observojmë. Observojmë simptomat trop, observojmë menimet, observojmë bashkë emocionet. E dyta është me inventarizu ato, identifikojmë bashkë. I kena identifiku që ato kur po ndodhen, mëngjes, mbrëmje. E dyta është me inkuraju tash klientin ton që ai mu ballafaqu, e treta ko kanë këtë rast, me u ballafaqu me çto ndjenja, mu ballafaqu me çto. Dhe e katërta është verbalizimi. Ai na apo kupton çka po ndodh me ty, pe kupton emocionet e tua, pe kupton kohën, apo kupton çfarë mesazh ato po të dhon. Sepse e mira, çka ka të mirë tek trauma? Na rikujton të humbja njerëzve të dashur. Unë s'kisha dash njerëz të mi ndashun asnjëherë me I harru.
për shumë mërzitna shumë për gjyshet e mia që i kanë hupë dhe din krejt, po përmes kësaj dhimbjes që e ruaj edhe kujtimin e tyne. E ruaj edhe atë shqisën tem të nohatnjes, çfarë ere kanë pas gjyshet e mia dhe muj me identifiku të dyjat. Pavarësisht që më dham, kjo është diçka që unë e ruaj dhe që kjo është kujtimet që unë i maj për ta. Çka ndodh kur humb dikush, na dojmë me harru krejt. Po nëse harrume asë jetë mrana neve, që i bjen që, a jem të gatshëm na tashmë i përjetu çto dhimbjet, çto sanët, po, edhe kalojmë të zgjidhja. Pra nuk është zgjidhja me mendu që jo se s'ka vdek, jo se është dikun, jo se t'ja lecoj vetës. Ajo është vetëm që deponohet edhe më shumë. Ajo është me mashtru vetën, sepse me vdek kanë vdek. Unë muj me kanë për atyne që besoj që kam i taku një ditë, po sa do që jam edhe në këtë botë dhe unë kërkoj që mi taku prap dua ata me jetu mrana meje. Për ndryshe ata s'jetojnë. Nuk jetojnë historitë e tyne, nuk jetojnë, kam nevojë, pra edhe unë si njeri, pavarësisht traumës të humbjes, dusha e me jetu mrana për mrana vetës tam. Kështu që në qoftë se na njerëz që i kemi humb për shkak të një aksidenti ose një zotin na rujt atë fatkeqësive që kanë ndodhur, pra jo patjetër na po dufka tash mi harru, me ik persona ju, mu ballafaqu me ta, me pranu, edhe kur na me pranu, nuk është me pranu për me zgjidh, me pranu që ka ndodhur çaj fakt, që është fakt. Me pranu që ti nuk po ndihesh mirë dhe po ndihesh pak sa çuditshëm për shkak të. Me kalu përmes aty në emociona për me mrit deri te një zgjidhje reale e përshtatshme e individit. Dhe kur po flasim te çrregullimet e stresit posttraumatik, përveç humbjeve të mëdha nga jeta, është konsideruar si traumë më e madhe e dyta edhe divorci. Në Kosovë, numri i divorceve po rritet çdo ditë e më shumë. Dhe thuhet që është një nga traumat renditet e dyta pas humbjes së personit më të dashur. Si duhet të reagojnë persona që po kalojnë nëpër divorc dhe po përjetojnë çrregullimet e stresit posttraumatik? Çdo ngjarje me intensitet lartë emocional rezulton në një problem shëndetit mendor. Mundet me rezultu, të dikush mund më thop se ton s'mbon hiç kur gjë. Diçka kalon, një gjurmë kalon patjetër. Sepse edhe këto ngjarjet ekonomike, edhe ngjarjet politike me të cilat na ballafaqohemi, edhe ato janë traumë për neve. Tash këtu ne i thojna kompleks traumë, sepse ndarja ose divorci është një emocion i cili më shoqëron për një kohë tepër gjatë. Jo shumë shkurt. Ai vazhdon me më përcjell ndjenjat e divorcit. Mirë po, normal ajo është gjaja ma e mundshme, sepse ndonjëherë njerëzit për shkak të situatave dinamikës të jetës edhe ajo ka ndodhur. Mirë po, ndonjëherë partnerët kur ndahen janë me tjetrin, nuk janë të gatshëm u ul edhe në qoftë se edhe po ndahem, me pranu vëlla që po ndahem, s'po na shkon bashk. Mirë po, s'do të thotë që s'na ka shku bashk deri në një moment. Dhe në qatë moment ku ka ardhur ku na mu divorcu. Mirë po kjo e ka një intensitet tepër të lartë edhe tek meshkujt edhe tek femrat, sepse është një traumë që ka më të përcjell tash për një kohë. Sepse kthehemi shumë rapa, edhe thojmë çu dashurova pa u pjek mjaftueshëm. Çka bona une se nuk dita me ndërtu partneritetin bashk. Sepse na do të me jetu në qift, kur jetojmë qift, na do të me duru njëri tjetrin, do të më pjek me njëri tjetrin, do të më mësu qysh na kena me jetu zbashko, qysh kena me pas një stil tjetës tash zbashko. Po dikush nuk është i gatshëm. Nuk është i gatshëm me marrë përgjegjësi. Shpesh për shembull meshkujt nuk janë të gatshëm me marrë përgjegjësi. Kur kena ndaj vështirësi me ana familjes, kur kena vështirësi me fëmijët, prindëri këtë rast meshkujt janë të gatshëm me ik. Femrat e kanë pak më të lehtë sepse janë më të gatshme me ballafaqu, më të gatshme me shfaqje emocion, më të gatshme me pranu që s'po shkon. Po meshkujt ikun prej problemit, nuk dojnë me ballafaqu. Prandaj edhe te psikolog kur vinë, në shumicën e rasteve janë iniciator gratë, nuk janë iniciator burrat për me ardhur me zgjidh problemin. Sepse ato e shohin problemin më ndryshe. Dhe kjo tregon që ata janë meshkujt po janë të gatshëm me ik. Mirë po fatkeqësisht kjo është problemi më i madh me cilin na po ballafaqohemi, sepse kjo është në divorcet janë traumë për fëmijët. Ma mirë është kur prindrit zhurmagji edhe konfliktuaz shkaktojnë abuziv njëri tjetrin, edhe nëse abuzimi është psikologjik. Ma mirë është kur ata ndahen njëri me tjetrin, është më e mirë për fëmijët. Se sa me kanë bashkë. Mirë po ata do të çat abuzimin që i bën njëri tjetrin, qoftë edhe psikologjik, me trajtu si problem. Sepse ndarja gjithherë është e damshme për fëmijët tonë.
Mirë, po na nuk duhet edhe me jetu, fëmijët tonë edhe nuk duhet me jetu pranë zhurmat, edhe me jetu në çato dhunat, sepse dhunë nuk është vetëm me godit njerëzit. Patjetër. Dhunë më e madhe është kur i ban presion njëri tjetrit, ku shkove çka bën, pse erdhe dole, ose fiksime që mundën me pas të xhelozisë partnerit njëri me tjetrin. Kështu që më e mirë është kur ata ndonjën me tjetrin. Por kjo nuk është e shëndetshme për fëmijët. Pra fëmijët kanë me psu një traumë tepër të rëndë për shkak të divorcit. Edhe ajo ka më ndiku në ndërtimin e personalitetit tyne dhe ka më ndiku në gjendjet e tyne të mbrëmshme. Mirë, po partner, pra duhet me kanë gjithherë të gatshëm, nëse janë të gatshëm, kur janë të gatshëm ata divorcohen nëse zgjidhin probleme, sepse nuk ka probleme të cilën na ballafaqohemi dhe nuk ka zgjidhje. Edhe divorci. Patjetër. Mirë, po kur ndodh divorci na kthehemi edhe i shohim gjithë ato gabime që i kemi bën, gjithë ato gjona që i kemi leju partnerin tonë, për shembull sidomos femnat e lejojnë veten me nënshtru dhunës të vazhdueshme dhe nuk marrin guximin mu divorcu. Për shembull edhe hatri fëmijëve. Okej, shumë mirë, po shumë mirë, kjo është diçka e mirë që ti po menon, diçka perfekte që ti po e van për fëmijët e tu, po edhe për fëmijët dhe për ty është shumë më mirë kur ti divorcohesh. Po partnerët nuk po janë të gatshëm traumat e tyre të përbashkëta që i kanë në partneritet me i zgjedh. Mu ullë një zgjedh për një personi tret që është neutral. Na për shumë më flasëm me motrën, me vllahun, me atjetrin, mi pa ta janë të prind me na majtë krahin neve. Natyrisht. Mi po një personi tret që është neutral, këtë rast psikolog ose çfarëdo këshilltari tjetër që kish me mujt mi këshillu partnert, unë besoj që kish me mujt me i shpëtu kësaj traume. Dhe kish me pas më pak divorce. Sigurisht që kish me pas më pak divorce. Dhe për fund fare, çrregullimi i stresit post-traumatik a ka ndonjë kohë sa edhe zgjat apo mvaret krejt ne si e përpunojmë? Çrregullimi i stresit post-traumatik, edhe çdo traumë ka me jetu mrena neve përgjithmonë. Fatkeqësisht, mi po nuk po thojnë ata çrregullimi ka me jetu përgjithmonë. Po vetëm trauma. Tash vëdësimi jonë për traumën, përpunimi dhe ballafaqimi, ekspozimi ndaj kësaj traume, ka me bën që na me përjetu shumë a lehtë qëtë pjesë. Edhe këto edhe jo me menu na që tash është funi botës, se na pas me përjetu diçka tepër traumë. Është e vërtetë që është funi botës, është dhimbje e madhe dhe krejt, mirë po na duhet me këtë gatshëm me përpunu çdo sene dhe kur i përpunojmë kena me e zgjidh problemin që na po dojna. Sepse tash simptomat na i menaxhojna, nuk na menaxhojna ata neve. Dhe kjo e bën që na me zgjidh. Kështu na duhet me këtë gatshëm me jetu një jetë, një stil të jetës, edhe pse kena psu traumat rana, një stil tjetës ku janë përfshin aktivitetet fizike, ku janë përfshin ushqimet, dhe një stil tjetës ku është i përfshin edhe meditimi, që është pjesë i jetës tonë. Dhe kur na bëjmë një stil tjetës të rahatshëm që na po dojna, jo tjertë po dojmë që ashtu me jetu, atëherë sigurisht që na kena me pas një jetë shumë më të shëndetshme edhe një mirëqenie më të mirë psikologjike. Kështu që nëse do me pas diçka që se ke pas përpara, atëherë veç dush me bë diçka që se ke bë më përpara dhe që kjo ka me kon zgjidhje adekuate. Albert, faleminderit shumë që ishe me neve. Faleminderit edhe ty, shpresoj që bashkë kemi qenë të dobishëm për njerëz që na dëgjojnë. Gjithsesi. Atëherë dëgjuat për çrregullimet e stresit post-traumatik me psikologun klinik psikoterapistin Albert Zeka. Faleminderit edhe gjithë juve që ishit me ne.